Mirëmëngjes të dashur shikues të Agon në Blu, ja tek startojmë sot ditën me ju, shpresojmë të jeni zgjuar mirë, ndërkohë qyteti i Vlorës është zgjuar i qetë, por me një mod të paqëndrueshëm, herë ka patur rreshtje shiu me intensitet të lehtë, por e gjithë dita po thjesht dita e djeshme sot do të jetë me vranësira. Nëse ne do të ndjekim pak parashikimin e motit se si do të jetë për ditën e sotme në qytetin e Vlorës, por edhe në qytete të tjera të vendit tonë. Ndoqim parashikimin e motit, ne ndërkohë do të shkojmë në hapësirën muzikore, por mos harroni që vendosur numrin ton në ekran për çdo gjë, na telefononi probleme të ndryshme në qytetin e Vlorës, por tema a duhet të jenë prindrit duhet i kontrollojnë fëmijët e tyre më shumë, duke nisur nga rastet që kemi dëgjuar ditën e djeshme për vajzat e mitura dhe 40 vjeçari i cili u arrestua që abuzoi me një të mitur, por do të rikthehemi pas hapësirës muzikore dhe do të flasim. Ndoqim hapësirën muzikore, ja tek jemi rikthyer në studio të dashur miq, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri. Në fakt telefonata është po. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri. Mirëmëngjes zotri gazetar, si u vjen ai mirë. Po ne mirë jemi zgjuar por kjo koha pak me vranësira këtu në Vlorë, nuk e di si jeni zgjuar ju andej. Nika, po? Duke që ati që për këtë politikë shqiptare, më borë është bosi, në ka bosi burri nonës, duke dalë në për studive. Pa aman se... Televizive njëri premtime, tjeti i thotë rrisë pensionet, tjeti i thotë rrisim rogat. Po mirë, vazhdona vazi, kjo diet, shqiptari ka ish vite që vazhdon jo roga, pensioni, jo rruga, jo çmimi, po... Rrug, uj, drita. Po... Rrug, uj, drita dume. Me sa duke mos patur aj shumë bagazh dhe mendje, do me thënë njerëzit këta politikanët vazhdojnë të mbajnë pa realizuar projekte rrugë, të ujnë, edhe ndërkohë vazhdojnë me të njëjtën skem. Po një gjë, jenë sa njerëz pa moral, zoti gazetar, që nuk i shef dot me sy më burr. Po këto kanë moral, kanë 35 vjet për shtet. Ky popull, unë shoh aty ke stacioni ju nga herë, digjen plera mes Vlorës. Tymi zot në rruj, po që është kjo ma? O janë njerëz të punojnë, po që punojnë të vetëm për të po të të punojnë të? Ndodhi në ka... Punojnë për këtë popull, së është gjinat, është popull i vujtën, 50 vjet me më zërhoqën, na mori shpirtin, na qiti duërsh, që është kënjën qëmë të një, po me gjithat e këta nuk kanë fajse, bite në verhoqës, pjella e në verhoqës e rëmizëlis janë këto, bandita kriminell që dalin e flatë. është një gjë kur popli ri edhe hesht, qa do bëj politika, do vazhdoj procedurën e vetë. Po nuk të lenë të zoti gazetar, të tre partit e mdoje këta të morin shpirti, se kanë vjellë shumë, kanë bërë shumë lekë, nuk lenë njëri me morë shumë të zoti gazetar, për nej po të them. është halis edhe këto që janë partit e reja, kemi parë nga politikanë që kam kryuar partit e reja, por në fakt kur kanë ndryshuar, si që ka qenë Erion Velie, për shumë që kishte G99 çfarë ishte ajo, dhe shpresoni njerëz kishin besim, por ndodhi tani që humbin besimin. Kjo është hallis edhe këta që vinë, mos dalin dhe këta. Nuk e futon burgën dhe ti, Erion Velie, zoti gazetar. Këto e futën bashkë, o zoti gazetar, mu vjekise, ju vlonjatët jeni ratë me, jeni të zhju, nuk jeni budallaj. Po si mërti që është ti partit demokratike, ajo, këtë bashkije mërë, që kërkon ajo, të dhe ke bashkije, që kërkon këtë dhe ke bashkije, ti do hushe di ramër e mo do hushe bashkijen, po këta jenë të bashkë për të dy ka fut burg Erion Velin, që ka bërë Erion Velin, ka fut kështu, ka fut me shpi, ka bërë me këte. Ore, kupton ti që këto nuk le njëri me nga i kry. Shima Erion Velin e ke perspektive këti vendi, ata futën burg, e kanë izolu. E kanë shumë të vështirë të alën karike, nuk e di pse kështu, ka i shumë. Po kështu, një gjë, unë vetëm do të them diçka që e kam në aty. Këta i bëj sirje këtëne
shtetit, i bësirë, i lutemi të hapi ato dosjet e sigurimi shtetit, gjithë kushi shikoj punë vetë, po i hapi. Po pse nuk i hapi këto dosjet ta? Ura? Pse nuk i hapi këto dosjet? Po nuk i hapi me se janë gjithë me dosje vetë, zoti gazetar, janë gjithë spionat sigurimit shtetit. Shif që bën për dërë, më shif o zoti gazetar. Gjallin e operativit sigurimit, atë kasën e qënë në korç që bën atje se qërë. Ore të e gjithë sigurimit të shtetit, më buktoj, të e mbrënd, unë habitë me këto njerës, që kujtër të se si jenë populli. Djali të ditë Palogës, ka gjithë ministër, zëns ministër, i apeti Palogës, erdi Palogës, Po çka gjene në masaj sheu, ka gjithë komandin batalionit 5-ës, punë i njoftë të mërë, të janë banditë e kriminella. Po Dritan sheu ka 35 me një gru që punat e Sali Berisha, shoqin aty e ka pas, a i do sheu, po ne njofin sa të kemi qenë për të, ku kemi qenë vend tjetër, ne që kemi vujtë regjimin, më. Ama se që në mëgjes politik filluam me këtë, me atë, do doja... Do doja të pyesja pak, se ne kemi vendosur një temë. A duhet më shumë kontrol nga prindi për fëmijë duke parë rastin në Vlorë ku një 40 vjeçar kishte abuzuar me një 15 vjeçare, dhe ndërkohë kishin konsumuar dhe lënë narkotike sipas deklaratës që kishte dhënë polici. Po të do fëcu shteti për që të thëmë policia, etuzia, prokurori. Ore prokurorët janë punoj si mas qefit më zëtrim, po dezën kapin, po dezën lëshojnë, po dezën morin, po dezën s'morin. Po mund të themi që... Prokurorët e ka dhe të po gjukata, po ku ka gjukat një gjo? Do të thëmë vetëm diçka, zoti gazetar. Po. Sali Berisha rrije jashtë, Sali Berisha rrije jashtë, i li me ai... janë veli e futës ma jenë. Që është kjo më Sali Berisha më bënë, më fërshat elektorale është akuzuar më se ka vjen, ka vra, ka prej, po është i se i enale, po ku e ka i tumani, më dhe ja. U je kejse, ne e më shtesin drejtësi. To nuk i din i di prokuroria, i di gjukatat nëse e ka. Me dio shkon atje në Merit, se nuk vjen gjyq, që është kjo, i ka pjek njerës, me 26 njerës, ka vraj, ka prej, ka sëgatu. E në vikën mu shka të Amerikë. Që ka shtetit të, ku ka shtetit, të bëjë një tjetër, mërë. E tira, Sali Berisha, edhe i lirë me dhe të trejen bashkë, Fatmir Mesdi e kompani që janë në përgjyqë në përgjojnë. E kuptoj. Se venë këj popull, mu vje kejtë në për ju, vlejatët, se ju janë të thashdje i në rrasës ju, nuk jeni budollej. Votoj unë Sali Berisha, po Sali Berisha ka desi sulmori u me tanke, me avione, me gjitha, si ju, si... Po, ti po ankohesh për të dyja kratë, për të gjitha kratë, për këtë votojnë vlonjatët? Për këtë votojnë vlonjatët? Janë gjemone polisët gjithë me i vend. Po, të falenderoj shumë sepse kam një telefonat tjetër që vjen pas jush dhe... Përshëndes, miru pafsh. E, kuptojnë telefonat tjetër, por... Alo, mi mëgjes? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Ama vetëm mos ta nisim me politikë, se të flasim pak për temën, se është shumë e rëndësishme. E përshëndes paraforsin? Po, e përshëndesim. Përshëndes paraforsin, a ish një familje persekutuar në Kavaja. Po. Unë e njoh mirë, njoh personalisht një familje respektuar dhe nderuar në Kavaj. Po. Të janë dhimjet e 80 vjetë që flet ai. Dhimje e te është familje patriotës në Kavaja dhe është dhimje që nuk u realizua. Një dritë që s'dollën kur në tunel, i betën gjithmonë në tunel, nuk dollën dritë të djelit. E kuptoj, po. Por sot nuk e kemi për politika, a mund të flasim se është shumë e rëndësishme për... Ato që tha ai, unë jam dakord, jam fjalë të vërteta, këtu ka vazhdon krimi komunist që i 24-ës. Është në vazhdim. Dersa ta shpërbëj Shqipërinë, ishim 3.900.000 në thenjëshin. Sot jemi 2 milion e gjysëm. Do të vej deri në 1 milion sa të shpërbëhet. Të mbushet me Tajlandes, me Afganistanas, Pakistan, Indian, ja kjo është Shqipëria, e ardhmja e Shqipërisë. Po dhe shqiptarët kanë vetë në dorë, mos të ikin. Ne shikojmë me Vlorë, unë pak shikojmë Vlonjat, janë gjithë uaj, gjithë. Kjo e ardhmja, nuk e kuptojmë. Ne pa kuptuar nuk e kuptojmë që Vlora do të zhduket nga Vlonjatët. Ne nuk e kuptojmë. Do të blejnë dyqanet tona, do të blejnë apartamentet tona, do të blejnë dhe Vlonjat do të zhduken. Shko, këto e kam thënë edhe unë që do vi dita që këtu do së dojtë të huaj. Kjo është tragedi, po se kuptojnë.
që s'do të ketë më vlonjatu. Kjo Do ta kërkoni Vlorën tha. Nuk do të ketë më fisnikët e Vlorë Dukatit. Nuk do të jenë më. Si thaj, do ta kërkoni Vlorën admiral. Iko e shitën këta, e ka shitur Rusis djallit. Të kesh në krye Berishajte, Mediajte, qanë këta, Nokajti, që është tragedi kombëtare. është një tragedi. Mos të kalojmë te politika, mos flasim pak. Të kesh një sharlatan si e dhvi Rama. Po. Më turbi komi doka, një sharlatan, një mashtrus, është bërë krye mashtrus, gojtar Ciceron për të gënjyër. Po pse mashtrus, ma ato e votuan 1 milion shqiptarë. Po e votojnë e delet, janë 10 e pyllit, janë 10. Tani e i thot, do marim prap 1 milion vota. Po shqiptarët e mirë kanë një kore, ata që nuk e pranuan këtë pushtus të ikën, u larguan. Gjithë shqiptarët e këtu kanë betë lumi, lumi, servilat, spionat, vendosje, gjithë ata që janë spionat e në vërojës, ata janë prap. Po. Ishim 100.000 spiona, jemi bërë 200.000 spiona. Po, që kanë shtuar, do me thënë. Çdo lokal, këtu ke një të policisë, dekët. Vina i kryetari Dekës aty po publicitat, si e ka jo vlara Tepelena Gjirokastra. Ka qenë ministri i brendshëm ai, që bën tani fushat këtu. Vija e pi këtu, fruta deti këtu, i ndëron këtu çdo natë një Evelin këtu. Janë të mira frutat e detit, se janë bio afër detit. Fruta deti i ndëroni gjë këto vajzët e bukura, ule dhe ty në tavolit e pavarësia, ty qesh me to, zgërdhiet me to. Jo, se besoj, nuk janë të vërteta, si janë të vërteta. Këto është një burdello e komunistët, që ndërtuar komunistit. Burdello e më gjigante në Europë, Tajlanda e Europës e Shqipëria. Atë flasim pak për temën shumë e rëndësishme, nuk e ke dëgjuar dje lajmin për... Një që shbushur me kolumbiane, me komplet, gjithë bregu detit, mbrapa ty e kanë shpit ato. Po. Ato që bëjnë masazhin aty e mbrapa ty e, direkt. Mbrapa shtyri keja, kush ke shqetat, mbrapa ty e të masazhit aty. Kjo është Shqipëria, futurë, ardhja Shqipërisë. O vlonjat, o mori lumi, o vlonjat, griuni zgjoni, o vlonjat. O vlorak, griuni, o vlorak. Besoj se vlonjatët do reagoj një ditë, por... Po ku janë, po flani janë shtukur, ku janë? Kam betur pyrë, janë pyror kja, janë i fisnik, pyror gjaka i shket, bën shtanga tje, bën ngritje. Vëlla jonë pyrru atje, a i kam betur. Të doja të pjesja pak për orientimin që po ndodhë sot tek brezi i ri me cigare në përduar nga 12 vjeç, 13 vjeç, dje rasti i fundit kur 3 vajza ishin një 20 vjeçar i cili kisha abuzuar me një, siç deklaron me një nga vajzat, 15 vjeçari kishin konsumuar lënë narkotike. Ku po shkon sot? Është edukata e familjes. Duhet veproj ligja, ai që ka bërë atë të vetë, të ta fush një 15 vjet burgë të shikojmë të zërmën tjerët. Dakor, po kontrolli brenda familjes, a ka dalë jashtë kontrollit sot fëmia? Po ka dalë jashtë kontrollit, po aty ajo mund të jetë vajzë pa baba, është darë jema me baban, ka qenë edhe jema e tillë. Se edhe jema është edukata familjare, ku e lanë në vajzë, nuk e dinte vajza ku do vinte. Ku e ka? Pse se kanë kontrol vajzët? E familje ka kapim. Shikojmë në xhiro në orët e vonat natës vajza nga 15 vjeç. Ka kapim familja këtu, vajza këtu ku je? Hajde te babaj, ku je? Madje po shikosh sot me fjalori më banale përdorin vajza, këto adoleshentët. Po di, është baruka degeneruar. Unë them është transformuar shoqëria shqiptare, familja, është e shpërbër. S'ka janë të gjithë. Si shkon ndarje divorce të ikë në Tiranë atje. Më shumë ka divorce sa bashkim familjare, sa... Ndërkohë ke Vlorën që mban një nga që kishe divorce në më të lartë të divorceve, Vlora, Koqa... është degeneruar, ke një drejtësi, shko gjyqtar për kërë të Vlorës të gjithë të degraduar, të gjithë me pasuria kolosare, me bila. është degraduar, s'ka drejtësi, nuk ka asgjë. Ata i kanë pasuri... Familje degeneruar, familje pa... Edhe kur martojnë, orti ke dyqandu i qa keti. Që, shu është familje. Qa pasure, po pate makin ka femër në Vlorës. Pate makin, po ishe këmësor, po betet kyqidorës. Të përshëndes. Kërë pamë që të keqë, vëllë. Ka baruar këj vëdo. Një ditë mbajnë. Që në gjeti o Milet. Shkojmë në hapësirën muzikore, shkojmë. Ja të kemi rikëthyre në studio, pasi ndojshëm hapësirën muzikore, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, si kalore. Mirë, si jeni u zotëri, si jeni zjuar sot? Ja, s'kam qenë mirë së mo. S'keni qenë mirë.
ndonjë zgjidhje nga Bashkia e Selenicës apo vazhdon? Nuk ka bashkia së kujtohet e të vdekës aty, së kujtohet aja si që dike i banori që i vajtët për një dhomë. Po? A i ndroj jetë lumadhina. Una që kërkonte shpije, jo vajtja në Angelili, nuk ja bëri bashkia, për i qoj jetë mushi. Ka ndëruar jetë zotëria? Për ishi lumadhina. Një lajm i trist. Për një dhomë, për një ngrojse që s'kiste atje. Në çfarë fshati jetonte? Në fshatin Picar. Në fshatin Picar, që ishte ajo godina e rënuar? Bravo. Por dili aty latë të fshati e gjeni gjumat e përgjë. Po, e kuptoj. Shumë e trist mënyra se si e jetonte ai zotëri i vetmuar dhe në ato edhe paktën ditë e fund të jetës së tij. Edhe në fakt ai vazhdon të jeton në atë shtëpi apo e çon diku? E vdekur u varros. Jo, po më parë e strehuan në një shtëpi tjetër apo vazhdon të qëndron? Jo, e lanë aty. E lanë atje, pra nuk është se e zgjidhen. Ja, ajo është bashkia që... Pra është një lajm shumë i trist, por Bashkia e Selenicës që duhet të paktën ditët që kishin mbetur të fundit jetës së tij, duhet të shërbyer, sikur ta strehuar në një shtëpi, në një banesë. Për një dhomë... Por që ky është humanizmi që ka mbetur sot tek njeriu, kur këta janë ngrohtë edhe lart për vete, edhe ata që janë poshtë edhe nuk i shikojnë. Pra, kur gjithesh lart, nuk shikon më poshtë se çfarë ka njerëz që vuajnë apo kanë probleme. Se marrin vesh që bet me këtë kryetar bashkie, na doli ky. Po nga doli, po ja, vetë votuat aty të gjithë. Ja votuan, po çaj beson ti, ama. Je bërë pishmën që i ke dhënë votën? Që e dhënë vota, do duk si djali mirë, ta ndohë se djali mirë. Jo gjithmonë imazhi edhe të gënjen ndonjëherë. Ja nisur e pastrimin e kanalit, dhe disa buku që e nisi. Po. Në të zëmë të filloj me radhë pastrimin të amin bëjnë si që duhet, po e ka marrë skrepin e ka prodhu në Picarë, na Picarë dhe qojnë në Dranshovic do këthej kanalit. Ja, kjo është kryetari që shullu në të karrike dhe toka do nuk tojnë me ujë. E s'kujtoj të bëjnë një qërë, avas pa afrojnë në sjedhje. Po. Edhe lekti mbanë në qepa për vetë, s'mira të dojnë. Asë deputeti, asë këj, jo vë flaka vlorë, që vajtë që patologët të ti. Se jo vë flaka? Dhe nuk vjetë në punë në incinatorit. E kuptoj. Incinatoar punë në shërisë. Por na dhe një lajm të trist për atë zotërin që jetonte tek ajo godina e rënuar atje, edhe që bashkia nuk i dha një zgjidhje. Siç vazhdon dhe me ju që ankojni tek programi ynë dhe ende nuk ju kanë dhënë një zgjidhje, pra. Po pojmë që kryetar bashkia të kishte përfunduar brenda në burg, që s'është më për të zgjidhur problemet. Atë e di, nëse ka shkelur ligjet dhe ka abuzuar me fondet, ka prokurori, ka SPAK, ka gjykata. Jo, ti qëndi një qësë kushimin, si që i vajtët jove, si që vajtë janë në Angelili, që janë dorin të rëri. Por këta po bëjnë shkolla që nuk ka mëndzënës, që janë boshatisur klasa. Janë boshatisur klasa. Po bëjnë investime e di qërë bëjnë. Aty ku është mbyllur dera. E di qërë bëjnë këta si kryetar bashkijës, apo si deputet. Në zëmë që të shkollat jetë shkollë të mësojnë familjet, po këta marrin familjet e vatra, i strehojnë në shkollë dhe qa bëjnë, i marrin në zëmë që na Picari i hedhë në Lubojnë. Na Lubojnë i qojnë në Arlim, a e mere dhe eshtë. Pra shkollat i kthejnë në strehim për familjet? Po, ja kjo është e gjithë, dhe në zëmë që janë largua nuk vena në lagështira, s'futën do të në ujë. Atojnë, s'kan një fush për të lozur, i bretë të zotit, edhe këta kopshtarë kërkon, dhe në mësusi aty nuk kujtojt fare. Dhe si djelë në atë shkolla aty të që mësojnë kopshtarë, i ka futu një mur aty dhe brenda familje varë, ajde mere dhe eshte. E kuptoj. Shkolla Picarit e dhe në arrest, që kërë shullu kjo kryetar bashkije. Që atërë ndodhi, kërë hullë kry në karrike, si që mori karrike. Po. Edhe kjo drejtoria arsimit e filmos akoma kontratë. Do të dalë për jashtë që kjo të petë një shkollë për sëndari. Po se bëjnë ata, ta bëjnë dhe të tjerë. Zotri, Pa fëmijë të vend të mësojnë me këtë shkollë. Të falenderoj. Jo të braktisë, që kjo shkollë me Lubonjës jenë braktisë.
Të falenderoj për telefonatën dhe të uroj një ditë të mbarë. Faleminderit. Ndërkohë do të kalojmë tek informacion, një lajm i trisht që na erdhi zotëria nga fshati Picari, i cili ne televizioni Blu Televizion e ka ngritur si shqetësim për mos gaboj diku tek 80 vjeçari që jetonte në një godinë të braktisur dhe të rënuar, si shtatë e zotëria që ka ndëruar jetë. Por ne do të kalojmë pak tek në kryeqytet. Tregtarët përballën me situatën e vështirë për shkak të rënies së ndjeshme. Imagjino, po dhe në kryeqytet, që është gjithaj popull, edhe ka dhe buxhet të shitjeve dhe uljes së fuqisë blerëse të qytetarëve. Më shumë tregje, aktivitet tregtar është dobësuar ndjeshëm duke bërë që bizneset e vogla të luftojnë për ndjetesë. Faktorët kryesorë që kanë ndikuar në këtë situatë janë emigrimi i lartë, rritja e kostos jetesës dhe paga e ulët. Tregu i veshjeve po kalon një periudhë të vështirë me një rënje të ndjeshme të shitjeve dhe një mungesë të theksuar të blerësve. Faktorë të ndryshëm ekonomik si emigrimi masiv dhe fuqia e ulët e blerësve kanë ndikuar drejt për drejt në reduktimin e kërkesës për produkte të reja. Ndryshe nga vitet e kaluara ku periudhat e ndryshimit të stinëve shënonin në rritje të ndjeshme të shitjeve, tani tregjet e veshjeve janë gjithnjë e më pak të frekuentuara. Shumë njerëz i kanë kufizuar blerjet vetëm tek produktet bazë, duke shmangur shpenzimet për veshje të reja. Kjo ka sjellë një ulje të qarkullimit të madrave, duke vënë në vështirësi tregtarët e këtij sektori. Po sepse s'ka njerëz, nuk po qarkullojnë njerëz fare, edhe kjo është shqetësimi më i madh thonë ne. Njerëzit kanë ikur, kanë falimentuar, se s'ka as nuk ka shitje, nuk ka treg. Ku e shikon gjithë ky treg kaq i mirë, kaq i është bosh fare, çfarë do të konsumosh për tjetër. Me rrogat që janë, me paga që janë, është përballohet. Po kur do i marrë ato rrobat që janë aty? S'ka lek populli. Fëmijët do të mundin nga edhe hektare, që vinë e dera ma këtu dhe i thot kaq maj. Pensionet të ulta, punësim s'ka ajo. Një gjë më të vogël nuk e kam shit. Rri 64 vjeçë këtu, sepse pensioni dihet se sa i kemi, s'më dalim për ilaçe dhe kështu që rrim presim. Njerëz nuk kanë ikë gjithë. Jo kanë ikë jashtë shtetit, jo nuk ka punë. Shkurt muhabeti edhe unë drejt asaja. Po dihet se ka më pak, bazit i 3 kara komplet. Sigurimet ato me zi pagujmë. Njerëzit kanë hekë gjithë në Gjermani, në Angli, këtu kanë ngel pleqt, blejnë sa me kalu njëherë në vit. Gjithashtu tregu i fruta perimeve po përballet me rritje të vazhdueshme të çmimeve, e cila vjen si pasojë e kostove të larta të furnizimit dhe transportit. Produktet arrin në treg me çmimet më të shtrenjta, duke ndikuar drejt për drejt në ritmin e shitjeve. Inflamacioni dhe kostoja e lartë e jetesës e kanë bërë gjithnjë e më të vështirë mbajtjen e një ekuilibri mes kërkesës dhe ofertës. Situata mbetet si duese dhe pritet që ndikimi i saj të ndihet edhe më shumë në vijim. Po pensioni nuk del që ti përballosh gjithë ato shpenzimet. Si paguam dritat e ujit, edhe mbaroi filmi. Po ja arrit. Ka dyshosh do gjë. Po s'mund të blesë me që ku di gjë. Ndoqëm kronikën realizuar nga kolegja jonë kryeqytet Pamela Shabani për tregjet cilët, siç shprehen, ka rënë blerja për shkak të largimit të popullsisë. Por kur ankohet kryeqyteti, imagjino Vlora apo Fieri e qytetet të tjera. Ndërkohë, unë doja të shkonim tek kalendari historik. Mendimin e regjisë. Kalendari historik 26 mars. Në 1876 lind në New Id, Gjermani, princi Wilhelm Wied, që arriti në Durrës më 7 mars në 1914 në orën 3 pasdite. Rrethet patriotike si dhe përkrasit e tjerë të Wiedit nga rrethet e çifligarëve pritën me entuziazëm ardhjen e tij në Shqipëri, me bindjen se do të realizonte aspirata nacionale e shoqërore.
Në 1902 vdes në moshën 48 vjeçare Churchill Rhodes. Rhodes, një biznesmen britanik, një magnat minier dhe politikan në Afrikën e Jugut, I cili shërbeu si kryeministër I kepit koloni nga 90-ta në 96-ën. Në 1916 lind në New Jersey Sterling Hayden, një autor dhe ushtarak amerikan, një njeri kryesor për pjesën më të madhe të karrierës së tij, që u specializua në prodhimet western dhe noir në vitet 50 në filma të tillë të Gjangullit të asfaltit të John Huston. Në 1931, Swissair është themeluar si linja ajrore kombëtare e Zvicrës. Ajo u formua nga një shkrirje midis Balairit dhe Ad Astrës për shumicën e 71 viteve të saj. Swissair është një nga linjat kryesore ajrore ndërkombëtare dhe e njohur si Banca Flying. Ndërkohë kemi telefonat regje pa mbaruar kalendari historik, ka marrë disa herë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni zonjë? Mirë, me kohë si. Edhe njerë se nuk e gjova, pati si jeni zgjuar dhe në firë sot? Kohë me si. Me shirë. Edhe këte tek ne gati është, por... Jo, këte ka rem të natën edhe dhe tani. Po. Besoj e keni parë temën, atë duhet më shumë kontrol nga prindrit për fëmijët, sidomos për këta adoleshentet, mosha 12, 13, 14 vjeç, të cilët I keme cigare në përduar, se jo përduar... Kontrol nga prindrit? Për shumë kontrol nga prindrit për fëmijët e tyre. Unë do të që kontrol nga mësusit, sepse të tillë ta kam thënë dhe ta vëjmë që të tillë e kam punën, edhe duke filluar te shkolla Petrosota, industriale, që mbarojnë klasën e 9 dhe fillojnë direkt, edhe duke filluar nga mosha 15 deri në moshën 18 që bëhet aty, do me thëmë 3 vite shkollë. Aty I ke kështu, pije, do me thëmë alkoholike, pije gazuara, pije dhe plus duhani pasës, do thosha kontrol nga mësusës edhe ata e blejnë duhanin, puten në klasë me duhanët gjep, edhe asë një gjep kurse do falenderoja shumë tek shkolla në infrastri, të gjitha mësuesit që I kontrollojnë fëmijët në pushim të gjatë kur futen në shkollë dhe nuk u lënë pirje energjike në xhepa. Pra duhet kontroll si nga prindrit, por edhe nga mësuesit. Po më shumë nga mësuesit, sepse mamaja prindrit janë në punë. Një ikën në 6, një ikën në 8, një ikën kupton edhe prindrit nuk mund ta kontrollojë dot të nxënësi sa atë më kanë. Fëmijën sa e kontrollon mësuesi. Por edhe mësuesi s'mund ta kontrolloj fëmijën e tjetrit jashtë pasi mbaron ora e mësimit dhe s'ka. Jo jashtë, kjo ndodh në pusimet e shkurtra, çdo 5 minuta, çdo 10 minuta ku fëmijët do me thënë dalin dhe pinë cigare në për dritaret e shkollës, unë I kam parë vetë, te shkolla Petrosota industriale. Ka shumë halle kanë këta ky brezirisa. Ndezin cigare dhe qenë halle. Për posë kësaj është edhe një fjallori që të le shumë për të dëshiruar. Bile I kam thënë një djali të gjimnazia në Aqilica, e përdori një fjallor, edhe I thash më fali sa viti je, më tha I thash të lutem këtë edukat mund të shkolla ti, apo këtë edukat në shtëpiti, prandaj bëj kujdes me gjuhën I thash, sepse ka nena, ka motra, ka kaloj fëmijë të vegjël. Por nuk e di, po ke dëgjuar edhe vajzat e vogla që shajnë me një fjallor banal që është. Po, edhe vajzat e vogla dhe I përdorin edhe në rrjetet sociale këto të fundit, edhe kjo bën, do me thënë që një gjuhë komunikimi të ashpër, do me thënë që, por unë e di sot që sot mësuesi nuk po ngrit dot të dorë kundër fëmijës ose nuk I tërheq dot veshin kur I themi ne vajza, dhe nuk është ajo koha e përparshme. Sepse një qik të ashtu me vra prindi, më vrahu fëmijën, më bëri fëmijën, atëre edukoje fëmijën pra, edukoje fëmijën, ku e me fëmija këtë edukim? Po tani, kur I blen fëmijës që në klasë parë,
iPhone, edhe i lë të shikoj çfarë ka në rrjetet sociale, çfarë pret ti kur ai fëmijë thith edhe merr gjithçka, anët negative që mund të ketë në rrjetet sociale dhe kur rritet normal që ato do nxjerrin në pa, çfarë ka parë në shtëpi dhe çfarë ka parë në rrjetet sociale. Po, unë kam patur rastin dhe duhet ta jap një shembull për të gjithë, edhe me që themi dhe në muajin e Ramazanit kur më ka thënë një zonjë do ta presun biletën dhe hajde ti këtu tek unë. Kam shkuar me gjithë djalin, vajzën nuk kam pasur atë. Kam shkuar dhe më tha mua ta shikoj veprimet, çfarë bëjnë fëmijët e mi direkt. Domethënë isha live që i shikoja domethënë nga afër tek pjesa. Edhe çfarë bënte fëmia sa grima i vogël në kopës në klasë të parë, në klasë të tretë. Vajza që ishte në klasë të tretë, vinte nga shkolla bashkë dhe ati të voglit, që vinte nga kopësi, ishte këpucët, ato avletet, viste tirat, i lante këmët, lanin duart, hanin buk, hapnin televizorin dhe vetëm tek feja. Pra, shikonin televizor, ata nuk dinin të shikonin lajme, nuk dinin të shikonin, do me thënë, budallalli që qa janë këto. E kishin në televizor me... Çfarë i servir fëmijës atë do marri. Pra, duhet që në fillim, pasaj po këput fia ose peri, si i thonë... Kur ajo ma hapi mua nga telefoni dhe më sa, dëgjoj sa, çfarë kanë shqiptarët, sa dallim nga neve, edhe ma hapi YouTube-in, edhe qatë të shikoja ku manzorja, ku ngele unë, shikoni sa se çfarë bëni juve, ka çfarë bëjnë ata, sa fëmijët, adolescenca shqiptare, sa në Shqipëri. Dhe jo, ajo kishte shumë të drejtë, me thënë, për që fëmijët e mi, sa kështu janë rritur, kështu janë edukuar, kështu do edukohen, sa. Sepse fëmija e merr i vogël. Fëmija e merr i vogël, unë me burrin sa ajo shikojmë lajme, por fëmija sa nuk futet tek lajmet, ku që vra, ku që bë, me fika, me më fetë të thënë. Po s'pati rregull në shtëpi, disiplinë. Po, prandaj është edhe kjo, kërkesë, sot nuk ka, më përpara ne bën një mësim, do me thënë, bën një mësim nga e hena në të shtunë, sot e ketë shtunë djelë pushim, do me thënë, edhe bën një mësim të rregull. Shtunë djelë, por edhe gjatë javës po të shikosh se bëjmë mësim më shumë bëhet, diskutojnë në përrjet sociale, jo çfarë pa ai në TikTok, jo kjo, jo ajo, jo... Edhe bën gjimnastikë, jo këto emisionet që jepën tani, jo filani, jo ai. Sot i ketë të keqër më të rajote se po të motë, sot i ketë keqër më të rajote, i ketë me barkun për jashta, me kërfi shpuar, me unë shpuar ku dhe në shkollë. Unë nuk e di, ato vej në shkollë, buzët të lyera, vetlat lyera të heqë, ato vej në shkollë, apo do vej në parukeri, më falë tani. është një tikër këtë logaria dhe nga më shumë të duhet uniforma për pasi e zezë, ja ka e barë, ka e zezë, do gjë, do tu ashtë i kukoj gjazit, jo mërjes, ka i kukoa, nuk ka i kukoa, ka nikur njerëzit. Njerëzit ka nikur, se në kohën e bën njeriu, si të dojë. Pra në shkollë shkojmë për të bërë parat mode, kush është vesh më bukur, apo Po pra, po, kush e ka telefonin me shtat kamera? Jo po fa ky, jo po bëri ky, pëse serve ti? Unë i kam këtu në pje. Se këto gjëra që nisin, jo pse kjo shoqja ime e ka telefonin më të mirë, do ta kemi thënë, këto ndodhin që në shtëpi, sepse kur thot prindri u bë komshiu, bëri shtëpi 3 kaçe s'kam unë, apo bleu ky makinë s'kemi ne, pra fillon edhe e merr që në shtëpi them unë. Po, edhe i marrin dhe pasaj për pasaj që shikojmë dhe çuna të rinj që dalin me makina, edhe mburrin me makina në fund për flet aksidenti, nuk bëhet ashtu. Nuk bëhet ashtu, duhet çdo gjë duhet ka kufi, ka limit. Ashtu si kur kemi mëngjezin drejtën darkën për të ngrënë. Ashtu dhe prindi duhet një kërkesë llogarie fëmijës. Vajte në shkollë po. Merja mësueses numrin, ja ke. Po, atëherë dhe kë fëmija i në shkollë, atëherë ti do shikosh që fëmija s'ka qenë një orë mund të ketë bërë. Mund të ketë qenë disko, mund të ketë qenë... Po, ka humbur ky bashkëpunim prind mësues, nuk është më aq i fortë. Jo, nuk është, jo. Nuk është më aq i fortë. Nuk është, po heme sot se do ta kaloj sot. Po heme se qa beri i japim një 50 e ne e kalon djalin. Po nuk është ajo shkollë. Jo. Nuk është ajo shkolla. Ndoshta prindit mund të kenë të drejtë sepse mund të jenë në punë, po ama kontrolli duhet sepse nga fëmia vjen dhe e keqja. Vjen e keqja. Duhet të interesohet edhe prindri, nuk them, që më të është në punë dhe ta nas kaloj. Gjithmonë njeriu duhet ta mendoj të keqen sepse pas derë, hap derën e ke. Nëse e mban derën pak mbyllur dhe me kontroll e largon, po bën të mira i baba i mu thoshte çunave, se me çunat e kishte të late, se kishte me neve vajzat, edhe i thoshte,
vajtë ora 6 kur rësot shpejt, vajtë ora 6 i thështë nuk erdhës për jashtë jule dhe vërtet. I kalëm për jashtë, ka nikur kanë pleqër të gjëgëra se mija ta ndje, se babi se u hapë të derën. Mirë, po, sot nduke të rinë qunat, futen më shpejt në shtëpi dhe gocat rinë deri vonë. Po qikosh në pabe, në klabe, kemë më shumë femra, ose ndoshta qunat janë larguar në emigrim për të nxjerrë të ardhura për një jetë më të mirë, sepse ka kosto dhe fejesa dhe martesa të keshin lidhje sot se do ekonomi. Tani ka live, tani fillojnë martojnë live, tani s'ka me shkuesi, si më përpara. Që thoshim ne jo, po servi ta kërkojnë në shtëpi, jo, nuk është burraj. Tani ka live, tani kërkon dorën nga Facebooku. Tani e thotë s'ke X5-a, të ke kështu. Se kështu që nga nga ju me X5-a, Bravo, bravo. Kur kalova dhe thosha ajo, i kërkon dhe ati djalit. Ja bëm të kesh 8 kemiza, i bere ti tot, po. Tani po të moza, të mos kesh maman. Me të dërriu, të le shumë për të dëshiruar, Kapu? Do me thosa se se me të mua, bete koti. Po. Koti fare. Të falenderoj shumë, zonjë, për telefonatën. Të falenderoj, po është një adolescent shumë e surur, si nga e polura, do me thonë si edhe nga, unë do t'ju bëj ative që pjetë energjike, unë kam për mi vetë, edhe pjetë energjike, nuk jam për me thonë se jam të mira, ato jam të dëmshme. Duhet shumë punë për ta vendosur këtë brez në rrugë të drejtë. Ato të japi nervozitet, jashtë masë, edhe është puna e duhanit. Po. E konsumon, po dalë se je i ri. Në fakt, nuk e di nëse kam një video të një adoleshenti me ndimin e regjisë për pak, i cili me duke konsumuar cigare në mes të ditës, por në qoftë se gjejtë video, nuk e di, ma dërguan ditën e djeshme, por... Ja, do t'i dërgoju, mos ki me rast, do dërgoju në sa video duesh ti. Po, okej. Gjithse si të falenderoj, Zotit Berkoft. Falenderit, edhe ju një ditë të mbarë, Kalofshit mire dhe sot është nata e kadrit. Po. Kalofshit mire dhe mire më miru papsha në këtë emision, në këtë stacion. Inshallah të gjithë shqiptarët, mire më mirë të jenë. Nuk mërzitesh me neve. Jo, as pak. Si në stacionet e tjera që së në të bere. Ju falenderojmë. Po ti të bërë atash, nuk të shqetsojmë të qajtë, miru papsha. Një ditë të mbarë. Kalofshit mirë, Zoti ju bekoft. Falenderit. Falenderit juve që nga të gjoni. Ndërkohë, unë do doja shumë të falenderoj dhe një herë të gjithë ndjekësit tanë Argonë Blu, që zjohen që në pikë të sabaut, por edhe ata që qojnë herët sepse i keni punë, por ata që në ndjekin në rjetet tona sociale, në faqen e Facebook Blu Televizion, Anila Dervisha Liu, e kemi thënë që prej nisjes së programit Argonë Blu, kemi Ana Carën, Diana Zeneli, mirëmëngjesi Diana, të falenderojmë që në ndjek, Piron, mirëmëngjesi, edhe të gjithë ata që në ndjekin nëpërmjet ekranit, por mos guroni, kemi vendosur numrin e telefonit dhe tema që është në ekran, në shumë rëndësishme për brezin e ri, për fëmijët që po rriten sot. Si do gjetu një hap, këto problemet, do gjetu një zgjidhje që mos ketë problemet më tejshme, duhet më shumë kontroll nga prindit për fëmijët. Por ndërkohë, ne do shkojmë në një hapësirë muzikore për pak energji, regjia. Ja të kemi rikthyer pas hapësirës muzikore, do flasim pak për linçërinë në Shqipëri në nivel historikisht të ulët, rritet interesi për metodat e fertilitetit, vitros dhe ngrirja e vezëve. Shqipëria ka shënuar një tjetër rekord negativ demografik, sipas të dhënave vitin 2024 në vend kanë lindur vetëm 22.425 foshnja, duke regjistruar një rënje prej 5% krahasuar me vitin e 2023. Por ne do të ndjekim kronikën e realizuar nga Blu Televizion dhe më pas do të kemi lidhje live me kryeqytetin me kolegën tonë Pamela Shabani. 65 linje në spitalin e Vlorës deri në mars. Por ndjekim kronikën dhe rikthehemi pas pak në lidhje live me kolegen tonë në kryeqytet.
Në Spitalin Rajonal të Vlorës deri në muajin mars të vitit 2025 janë regjistruar 65 lindje në një periudhë kur shumë çifte po përballen me vështirësi për të mbetur shtatzan. Problemet më të zakonshme përfshin çrregullimin të ciklit menstrual, mungesë ovulacioni, dhimbje gjatë periudhave apo gjatë marrëdhënieve, të cilat shpesh lidhen me diagnoza si endometrioza ose sindroma e vezoreve policistike. Gjatë një interviste për Blu Televizion, mjekja gjinekologe Sofika Xhelili tregon, përballë këtyre sfidave teknologjitë mjekësore po ofrojnë mundësi të reja. Zakonisht kjo është një tregus që ne kemi një në përgjithësi kudo një rënje të lindshmërisë. Rënja e lindshmërisë ka shumë arsye në kuptimin të cilat janë së shumti sociale, ekonomike dhe shoqërore. Shumica e të rinjve janë larguar, disa bëjnë një martesë në moshë më të madhe dhe bëjnë një lloj planifikimi familjar që nuk bëjnë shumë se 1 ose 2 fëmijë. Për shembull, mosha mbi 33 vjeç është një faktor ku ne insistojmë për të stimuluar një lindje ose një bar nëse ka në plan. Infeksionet së shumti seksualisht transmetueshme, problemet me kistet dhe me tumoret, të cilat i shikojmë më shpesh. Më shumë stresi është, së shumti që na thonë ekonomik, thotë sa të bëjnë gati, sa të bëjnë planifikime, sa të bëjnë shtëpinë, sa të bëjnë gjërat e tyre. Në fjalë janë të thjeshta, por së shumti ekonomike dhe nuk e dinë që më mirë është ta bësh një bebe dhe pastaj ti bësh ato të tjerat. Gjithnjë më shumë gra dhe çifte po zgjedhin të informohen dhe ndjekin në rrugë alternative për të pasur fëmijë, duke e parë kujdesin ndaj fertilitetit si një pjesë të rëndësishme të shëndetit të tyre. Ka vetëm 2 muaj që ne na ka ardhur një rekomandim i tillë, ku është i bërë i mundur në maternitetin e Tiranës, që një çift që nuk ka realizuar shtatzani të paktën mbi 1 vit ose 3 vjet, nëse ai dëshiron, pajisjet me dokumentacionin përkatës, dhe kjo është e mundur që asnjë çift mos të ngelet pa bebe. Rritja e ndërgjegjësimit dhe qasja më e lehtë e këtyre shërbimeve konsiderohen hapa pozitiv përballë tendencës së rënies së lindshmërisë. Në këtë drejtim një rol të rëndësishëm luan edukimi shëndetësor dhe mbështetja për të rinjt që duan të planifikojnë të ardhmen e tyre familjare me më shumë siguri dhe informacion. Ndoshta kronikën për lindshmërinë në nivel historikisht të ulët në Shqipëri, por duhet martohen të rinjt, bëni fëmijë, se do na bie popullsia. Ndërkohë kemi kolegen ton në kryeqytet, Pamela Shabani, korrespondenten e Agon në Blu. Mirëmëngjes Pamela. Mirëmëngjes Petjan, mirëmëngjes dhe shikuesve. Si është zgjuar kryeqyteti, sa ande kemi sy tamam, gjithë vëmendja nga ju është? Kryeqyteti si çdo ditë normale, vetëm në një kohë me shi përsëri. Po. Me shi. Nuk ka rregull. Po. Si nis dita aty? Besoj trafik i rënduar. Sa problem është për qytetarët duke qëndruar në trafik? Nëse do të flasim për trafikun nga Tiranës, një nga problemet kryesore që qytetarët në Tiranë përballen çdo ditë. Pra një trafik i rënduar, shumica si duhet të presin në orë ose minuta në radhë për të kaluar në destinacionin ka të shkojnë, për të shkuar destinacionin e tyre. Cilat janë rrugët më problematike që ka trafiku më të rënduar? Normalisht janë rrugët drejt qendrës, drejt ringut, nuk themi, por edhe drejt terminalit, janë rrugët më të frekuentuara, por edhe zonat më problematike. Më mirë të ecësh në këmbë, me bicikletë, zgjidhja? Zgjidhja do të ishte më mirë me bicikletë sa me një makinë apo me transport publik. Por për të mbërritur sa më shpejt në punë? Po, për të mbërritur më shpejt në punë, normalisht më mirë është të përdorësh një bicikletë sesa transporti publik apo mjetin tënd privat. Faktorët janë të ndryshëm që shkaktojnë probleme me trafikun, siç është infrastruktura, rregullimet e infrastrukturës të rrugëve, ku shpesh janë punime të panevojshme të sjellin bllokimin e rrugëve, duke bërë edhe problematikë. Të lutem mos e shaj infrastrukturën se na ngjon Lalieri. Në fakt Lalieri. Për momentin nuk na dëgjon. Lalieri e ka të pamundur. Po. Ke realizuar, po?
Kjo përkeson edhe kalimin e automjetëve nga një aks në tjetrin, pasi si blokimin e rrugëve, por edhe semaforët gjithashtu janë një tjetër problem, pasi ndonjëherë nuk është mjaftues me menaxhimin e situatës. Ne në fakt që jemi mësuar tu në Vlorë pas semafor ku vim në Tiranë, harrojmë japim gaz te semafori. Po edhe kjo ndodh, por nëse do të flasim për momentin, ndodhen në një prej lajmeve. Dalon polici i themi jemi në Vlora vlla dhe nuk kemi semafor, kështu që na falësh. Jemi mësuar me çrevizat bardha. Po. Ju ti ke përgatitur dhe intervista me qytetarë cilët ankohen për trafikun? Po, për të parë, po, si çfarë mendojnë ata në lidhje me këtë situatë, por nëse mundet e gjia të transmetoj pak edhe pamjet e trafikut të cilat krijohen pothuajse çdo ditë në kryeqytet. Po. I kemi gati regjia intervistat? Po. I ndjekim pak bashkë intervistat dhe rikthehemi për të përshëndetur. Po të merë fare, në kuptohet që shumë keq. Gjithë do foristrada me një person që hikin, dalin, do më thënë është një të merë i vërtet. Trafiku në Tiranë shumë miron. Ka me thonë atë gjojës, mizerje fares. Po s'bon mbi kalime, nuk bëhet do, le të bëjnë autostradë sa të dush. Ngushtohet Tirana, praf, blokohen. Pra ndoqim këto intervista me ankesat e qytetarëve, të cilët duhet bërë mbi kalime, thanë zotrinda, apo jo? Po, edhe me hapjen e unazës së madhe në fakt, mendoan shumica se do të ishte një zgjidhje, por përsëri situata mbetet e njëjtë, pra nuk ka asnjë një ndryshim me hapjen e unazës së madhe. Po. Trafiku është po i njëjtë në kryeqytet. Të falenderoj për këtë lidhje live Pamela, pse do të kemi lidhje të tjera live për të tjera tema apo probleme që mund të ketë në kryeqytet, se tashmë kryeqyteti është vëmendja ku punon gjithë Shqipëria, dhe normal që aty është kryeministria, apo jo? Po, sigurisht. Ka filluar fushatat në Tiranë, si duket aty? Ka ritëm, apo jo? Deri tani fushatat më maks kanë filluar, por deri tani është qetësi, presim çfarë do ndodh në muajt në vazhdim. Po. Të falenderoj dhe një ditë të mbarë. Gjithashtu dhe për ju. Ishim me kolegen tonë në kryeqytet Pamela Shabani, ndërkohë ne do shkojmë në një hapësirë muzikore, muzikë popullore regjia, sepse këtë kam urdhër nga ndjekësit tanë që na ndjekin gjithmonë Agon në Blu. Lindita Lamaj, të përshëndesim dhe me një këngë popullore. Vetëm për ju. Ja të kemi rikthyer pas hapësirës muzikore të dashur miq, ndoqëm djemtë e Vjosës janë këta regjia Ardit? Apo po, kemi pamje live direkt të trafikut në kryeqytet. Shiko çfarë bëhet në kryeqytet, ankohemi kot ne. Ankohemi kot, do një në Vlorë, se imagjino të pres atje me orë të tëra, bori e makinash, njerëz që debatojnë një tjetër, një ka mu kraun, një se keti kraun. Pra, këto janë pamjet që na vinë nga kryeqyteti, kemi thënë jemi zgjeruar si televizion dhe normal që do zgjerohemi akoma edhe më shumë, jo vetëm në Shqipëri, po në Kosovë, anë e mban do shkoj sinjali i Blu televizionit. Pra, ishim me këto pamje, ndërkohë do doja të përshëndesja shumë shoqen time Ana Cara, e cila na ndjek gjithmonë dhe ka shkruar një ese. Fillimi i jetës time. Ne do të shkojmë tek parashikimi i yjeve, tek horoskopi të dashur miq, të shkoni pak shënjatue se çfarë do të serviret para, fillon të shikoj jo do ketë shere, debate, jo ndarje, jo bashkime. Ndjekim parashikimin dhe bashkë do të përshëndetemi dhe pas parashikimit të yjeve, unë do t'ju lënë një hapësirë tjetër muzikore me muzikë popullore. Horoskopi datës 26 mars. Dashi. Marrëdhënia në çift do të jetë e bazuar tek mirëqenia dhe tek bashkëpunimi në çift gjatë gjithë kësaj dite. Do të ndjeni mjaft mirë pranë atij që dashuroni dhe do të ndjeni gati për të marrë edhe vendime më të rëndësishme. Beqarët do të kërkojnë një person perfekt dhe kjo dëshirë nuk do të mund të realizohet dot. Financiarisht do të njiheni me momente të vështira, kështu që kujdes me çfarëdo lloji shpenzimi. Demi.
Venusi do të jetë i pozicionuar më së miri sot në jetën tuaj në çift dhe gjithçka do të shkojë për mrekullimin si jush dhe partnerit. Do e toleroni edhe më tepër njëri tjetrin. Beqarët do të kalojnë raste të këndshme me miqtë e ngushtë dhe nuk do të ndjejnë fort nevojën e dikujt në krah. Sektori i financave do të jetë mjaft i privilegjuar, mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më tepër nëse dëshironi. Binjakët, jeta në çift do të jetë mjaft e stabilizuar sot. Do i diskutoni me qetësi të gjitha ato tema delikate të cilat më parë krijonin probleme. Beqarët nuk mund të qëndrojnë indiferent ndaj disa personave që do i joshin. Në fakt ata me të vërtet kanë vlera të shumta. Financat do të jenë të mbrojtura gjithkohës edhe pse ju mund ta teproni paksa me shpenzimet. Gaforja. Jeta në çift ka rrezik të kalojë një ditë të vështirë sot. Do ju ndryshoj shpesh humori dhe do të debatoni ashpër me personin që keni në krah. Beqarët nuk duhet të ecin me sy mbyllur, por duhet të mendohen mirë para se t'i japin fjalën dikujt. Bëhet fjalë për jetën e tyre. Ndikimi pozitiv i diellit dhe i Marsit do e përmirësoj paksa situatën tuaj financiare. Luani. Nëse jeni një zemër e vetmuar, nuk do të keni fat dhe do të vuani shumë gjatë kësaj dite. Ata që kanë tashmë një lidhje të qëndrueshme do të debatojnë ashpër me partnerin, por nga ana tjetër edhe do të dashurohen në mënyrë pasionante me të. Financat fatmirësisht do të jenë të mira. Shlyeni sa më parë borxhet që keni marrë, që më pas të kryeni ndonjë shpenzim më tepër. Virgjëresha. Do i kushtoni shumë rëndësi partnerit tuaj gjatë kësaj dite dhe nuk do i lini atë të mërzitet për asnjë çast. Edhe ata që kanë pasur mosmarrveshje do të ndihen më të qetë dhe do të sqarojnë me qetësi gjithçka. Beqarët do të flirtojnë pafund me personat që do të kenë pranë dhe dikush do t'ju a kthejë me të njëjtën monedhë. Në planin financiar priten goxha përmirësime. Peshorja. Keni kohë që marrëdhënia mes jush dhe partnerit të shftohur. Sot do të keni mundësi të afroheni më tepër me të dhe të flisni për gjithçka që ju ka lënduar. Ai do t'rregohet më i kuptueshëm dhe do të di të kërkojë falje. Beqarët, më mirë të tregohen të matur me personat që do të takojnë sepse më pas do të lëndohen. Në planin financiar, duhet të vazhdoni të tregoheni të matur. Akrepi. Jeta juaj në çift do të marrë një kthes tjetër gjatë kësaj dite, edhe më të mirë nga sa ka qenë më parë. Do të dini të toleroni dhe të hapni rrugë. Edhe për beqarët priten të reja pafund. Shfrytëzojeni ditën deri në maksimum sepse nuk do të pendoheni as pak. Në planin financiar duhet patjetër shumë kujdes, gabimi më i vogël mund t'ju rënojë. Shigjetari. Qetësia juaj e tepruar mund t'i bëjë dëm jetës tuaj në çift gjatë kësaj dite. Mundohuni të komunikoni për gjithçka me partnerin dhe të shkëmbeni mendime me të. Beqarët do të jenë kapriçoz dhe të pavendosur për të bërë zgjedhje. Financat fatmirësisht do të jenë më të mira se disa kohë më parë, kështu që mundohuni ta ruani ekuilibrin. Britsjapi. Qielli i dashurisë do të jetë shumë i trazuar gjatë kësaj dite, do të keni debate të forta me partnerin dhe do të ndiheni keq. Beqarët do të ndihen sensual dhe mjaft romantik, do të bëjnë shumë persona për vete dhe më pas do të mund të zgjedhin të duhurin. Të ardhurat do të përmirësohen shpejt nëse vazhdoni të tregoni të matur me shpenzimet. Ujori. Kjo ditë do të jetë e mbushur me surpriza sot në jetën tuaj në çift. Për disa ato do të jenë pozitive dhe për disa jo fort të këndshme. Gjithçka do të jetë në varësi të sjelljes tuaj kohët e fundit. Beqarët do të kenë takime cilësore, të cilat mund të sjellin histori dashurie serioze. Financat nuk do të jenë të këqija, por do kërkojnë më tepër kujdes se kurdo herë tjetër. Peshqit. Venusi do të jetë i pozicionuar keq sot në jetën tuaj në çift dhe do sjellë mosmarrveshje të shumta. Kujdes mos e prekni partnerin atje ku i dhe më shumë, sepse do e përkeqësoni edhe më shumë situatën. Beqarët nuk do të jenë të sigurt për atë që duan të bëjnë dhe do të mbeten në të njëjtën status. Financat mund të kenë ndonjë tronditje të vogël për shkak të disa shpenzimeve të nevojshme që do të kryeni.